Pas pauzës së shkurtër të huajt, jemi me një të ftuar speciale, Elena Dëmëllari, që merret në astrologji tarot. E kemi pasur edhe herën e funit që e qëllojnë shenjat. Na ka goditur, na ka vrarë emocionalisht dhe shpirtërisht. Do prishin planen në fund, Holland-Marok. U shënua gol minutë 90 e ca. Edhe goditi shenjat ta që njëra do ketë lot gëzimi, lot hidhërimi. Që kanë këto që fituar. Net Hollandë, net Hollandës jam çik më shumë. Qacu eliminuar, ato të tjerë që kaluan. Dhe tash do e pyesim për dy neshjet. Tani jemi, meqense jemi në fazën më të nxehtë. Mirë se erdhe Elenës. Faleminderit për ftesën. Meqense jemi në fazën më të nxehtë, janë gjysmëfinalet, 2 ndeshjet e fundit që do të vendosin 2 skuadrat që do të luajnë për trofeun. Të kuptoj. Franca me Spanjën dhe Anglia me Argjentinën. Me fjalë, ky mendoj është momenti më i dur nga të gjithë që të bëjmë parashikimin. Kushdo fitoj kampionatin botror. Të shikojmë pak me astrologjin tarot tani se si na janë letrat. Do fillojmë me Francën. Fillojmë me Francë-Spanjë, që është ndeshja e parë që luhet në 14 korrik. Okej. Do jetë një konkurrencë, do jetë një lojë e fortë. Do jetë një konkurrencë, do jetë një lojë e fortë, gjatë lojës mund të kenë dhe konflikte, shere debate konflikte. Që janë lojë me kartona. Mund të jetë me kartona, me penalti, do jenë pak të mërzitur, do ndërhyjnë dhe persona të tretë që mund t'i prishin planet e tyre. Do përballen me persona që janë xheloz dhe kanë një rrugë të gjatë për të ecur atje. Do jenë në kërkim të diçkaje, por duhet të presin dhe pak. Do jetë kohë e tyre, do vi kohë e tyre. Mund të kenë pak pengesa gjatë lojës, por në fund fare do dalin të fituar. Për Francën. Francën po flisim. Po, fiton Franca. Wow. Tani në fund pasi që ka ndeshje për të parë, kjo është ndeshje për të parë. Do pasim edhe varr në persona të tretë. Mund të jetë edhe një prishje planesh, mund të derdhë një lot gëzimi, lot hidhërimi, mund të jetë edhe një eliminim, por inshallah jo, se nuk i diet momentin e fundit. Sa bukur inshallah. Ndodhin gjërat. Momentin e fundit, sekondën e fundit ndodhin gjërat. Me fjalë, parashikimi i bazë është që Franca, pavarësisht pengesave, ndërhyrjeve, konflikteve, sherreve, gjithçkaje, Franca do të jetë finalistja e parë. Do jetë finalistja, por ndoshta mund të jetë edhe do derdhin lot gëzimja, i dhërimi, mund të jetë edhe një eliminim, domethënë do rrezikoj pak. Po. Ndërkohë kemi pastaj gjysmëfinalen e dytë. Argjentinë. Në 15 korrik. Do bëjmë parashikimin për Spanjën. Për Angli-Argjentinë. Do me fjalë si bëhet parashikimi, bëhet tek e tek. E bën për Francën, ose do ta bëjmë për Spanjën. Po, bëhet si ta ti je ustalesha. Më duke se do ja marri Francës, se gjatë lojës do e ndjen pak veten të bllokuar lojtarët, do e ndjen të lodhur. Shumë do kaloj Spanja? Spanja, do me thënë Spanja shikoj që deri diku do eci mirë, por do gjenjë atë që tash na e ndaj. Tani po e ndaj. Deri diku do ecin mirë, do kenë shumë mundësi për të ecur përpara, mund të kenë pengesa, do jenë shumë të drejt për drejt, por në fund fare mund të ndjenë vetëm pak të blokuar. Në kuptimin që do jenë të lodhur, mund të jetë nga mezi lojës. Por mund të them që janë te Franca. Te Franca, këtë brand tash më. Bona si na ndardoka sa njëra tjetra të kaloje, po. Letrat tani edhe kështu dhe ashtu. Unë Franca, po, te Franca. Parashikimet për të dyja skuadrat, për të çift Francë-Spanjë, ndërkohë që kemi dhe çiftin tjetër, gjysmëfinalist, Angli-Argjentinë, që luhet në 15 korrik. Okej. E fillojmë me skuadrën që është pritse në letër. Po, me Angli. Okej, Anglia. Shiko, Anglia do rrezikoj pak. Në fillim fare do ecin mirë, për momentin mund t'i kem pak gjërat pezull, por mund t'i kem pak
pezull gjërat, po të zgjidhin gjërat me kreativitet. Tani mund të derdhi lot gëzimi, lot i dërimi, inshallah nuk kanë eliminim, nuk i dihet në momentin e fundit, do vriten shpirtërisht. Do vritet Anglia. Do vriten shpirtërisht 2 ose 2-3 kërkesa që mund të rrëzohen dhe do jenë të mërzitur. Por shikoj edhe një udhëtim të gjatë, por tani, por të them, Angli, Argentin, unë kam frikë se mund të eliminohet. Mundet. Anglia. Po tash mundet atë e dim ne. Mundet. Nuk them polemika se të pëlqen na rreglojnë letrat, po flasim, dëgjojmë mirë argumentat dhe pastaj diskutojmë. Mund të jetë diçka tjetër. Edhe mundet të eliminohet, por mund të them që 50-50. Me fjalë bie tani që duhet të shikojmë Argentinën me kujdes se çfarë letrat do të shohim konkluzionin se po ti vim Anglia që nga rrezikon ka shumë Anglia. Rrezikon, por edhe është 50-50. Po na mërzit shumë. Çfarë armish po bën në Angli, sa ata me zor po presin, kanë 60 vjet që me zor po presin, a e kupton se çfarë po bën? Është shumë perioda shumë e gjatë 60 vjet. Tani mund del edhe kundra, ndoshta s'del edhe parashikimi im, mund dal edhe kundër. Jo, dakord, absolutisht, para ne parashikimi. Do lësh në atë deri në datën 15. Ky është parashikimi për Argentinën. Argentina më duket se ja pas ka marr. Vetëm diell shofën aty Ariglon. Nuk e di çfarë do të thotë. E ka bler regjia se nuk ka shans. Absolutisht jo. Unë jam tip që nuk shitem kollaj. Jo, nuk Shikoj që kjo është bërë një lojë e fortë dhe i humbje parash, duhet të kenë kujdes, mund të kenë pak krisje mos vini llot apo. Në lojën aty, po, do të thënë, duhet të kenë kujdes se dikush i ka vënë bas se do ju humbasi. Edhe do kem pak krisje, dikush një lojtar mund të largohet ose mund të pezullohet gjatë lojës Angli-Argentin. Do kenë çdo situatë do i dalin përpara me një vendimari do marrin një vendim, janë të fortë si lojtar. Gjatë lojës mund të kenë dhe manipulime që mund të bien në kthetrat e djallit. Do me thënë energjik negativ ose mund t'i kapin çika i syri i keq. Mund t'jem pak gjendje ankthi, do gjykohen për marrëdhënie që kanë dhe kanë pozicion të mirë, do rilindi diçka e re. Dhe në fund fare kanë diellin, po unë kam një parandi që mund ta fitoj dhe Argentina. Nuk e diet asnjëherë. Po shikoj një letër aty me flamurin anglez ajo. Diellin e kanë, shikoj ata diellin. Mos është auguri mirë për Anglinë ajo. Dielli, është një letër ata kanë të flamuri. Shiko, kjo është një energji pozitive, kjo është një shiko në momentin. Argentina ka diellin të flamur. Është një letër më pozitive e tarotit që thon ti ke diellin, sado që situata të vështira që kesh, do të thon dielli i djeg të gjitha të këqijat dhe del fitimtare. Ose fitimtar. Ma mërzita shumë Ariglon. Jo, nuk e mërzita. Ma mërzita shumë. Tani shpresonte që Anglia do bënte çudim. Tani te Anglia the 50-50. Argentina ka diellin e do festoj. Tani mund të jetë edhe kundra, mund t'i lëj menojt Spanja ose Argentina, se janë gjëra të kundra. Më kupton dhe në momentin e fundit çdo gjë prishet në momentin e fundit. Tash këtu na the Francë, këtu na thuj përfundimin. Tani unë them po ti mos ndërhyj tutëm, lër Elenën. Tani unë jam midis tani mund ta fitoj o Franca o Spanja o Argentina. Tani mund ta fitoj dhe Anglia që nuk e diet asnjëherë se çfarë ndodh. Por unë mund të them që mund të jetë kjo Franca ose Argentina, ose mund të jetë Spanjë ose Angli. Nuk e diet asnjëherë, nuk e di si ka fituar ndonjëherë Anglia. Anglia ka fituar para 60 vitësh. 60 vite. Njëra nga ato të katra do e fitoj, ajo është e ditur. Po njëra nga të katra do ta fitoj. Tani aty s'ka ku të shkojë. 50 s'ka ku të shkojë kur thot çuni por. Unë them te Argentina. Argentina ka qenë më përpara, ka fituar më. E ka fituar herën e fundit. Kampion e botës, po. Kështu që vjen si kampion. Si na e le finalen tash, Francë-Argentinë. Tani se do të marrin prapë për finalen, po. Shiko, për finalen, unë them 50-50 që mund ta fitoj Franca ose Argentina. Po mund të them parashikim për finalen, me fjalë Arigloni po të pyeste nga këto dy ndeshjet. Mendon që fiton Franca dhe Argentina dhe të dyja shkojnë për të ndeshur në finale pastaj, sipas. Mendoj unë, ose mund të jetë kundra, mund të jetë Spanja dhe Anglia. Mund të dalë dhe reversi, me fjalë të gjitha këto të mirat që janë për Francën dhe për Franca, Argentinë ose Angli, Spanjë. Të bukura. Pra Francë çaj bie. Po pra, Franca, Argentinë ose Angli, Spanjë, mundësia për të vajtur, sepse mund të Franca, Angli nuk del. Çu i bie. Franca, Angli nuk del, më burse janë në gjysmëfinale, si do dalin? Tani mund të jetë Angli në finale. Spanja, Argentinë ose Argentinë, Spanjë. Okej. Ariglon.
Kjo është konkluzionit. Do presim Ariglon, do presim. Nesër e sigurt është që do kemi lot hidhërimi dhe lot gëzimi. Nesër në datën 14 korrik do të luhet gjysmëfinalja e parë ndërmjet Francës dhe Spanjës, që sipas astrologjisë tarot francezët janë pak më të avantuar, duken më mirë dhe do shohim pastaj, po tani mund ndali 1-1 ose 2-1 ose 2-2. Nuk e di, se bëra kështu thjesht një parashikim. Sa unë jam tifoze. Janë 3 parashikime në fakt, nuk është një, po 1-1, 2-1, 2-1, ose 2-2. 2-2. Po mirë, po me penallti, se 1-1 dhe 2-2 që çon me penallti ose me shtesa. Do ketë dhe penallti. Do ketë, po mund të ketë gjatë lojës. Edhe kartonat verdh gjatë lojës. Po, edhe gol 3+ lart me kartona. Un pas kam dhënë rezultatin kok 3-2 që kam dhënë që kam mirë. Në rregull çike. Që kam shumë mirë. Elena Domollari, të falenderojmë shumë. Faleminderit dhe shpresoj që do të jemi përsëri përpara finales. Po do jemi. Sepse na duhet edhe një parashikim interesant sipas astrologjisë tarot për finalen e Kupës së Botës. Ndeshja është në datën 19, kështu që në 18 me Elenën. Po, absolutisht. Me gjithë qep. Të falenderojmë shumë që je gjithmonë shumë e gatshme që juve për ftesën. Të na tregosh këto gjëra shumë interesante kështu. Po. Edhe që ma mërzit Arigloni, mirë ja bëre, sidomos me këtë Argjentinën, mirë ja bëre. Jo se do gëzohet prap. Do kesh lot gëzimi dhe lot hidhërimi Arigloni. Do eliminohet Anglia, po do fitoj Franca. Do thotë sa mirë që si doli parashikimi. Po, mund të ndodhi edhe kjo. Në rregull, e mbyllim për sot? Po, e mbyllim. Falenderojmë Elenën, falenderojmë gjithë. Nesër me një super ndeshje. Po, përsëri në orën 21, por duke nisur me gjysmëfinalen e parë Francë-Spanjë. Natë e mirë, faleminderit. Natë e mirë, shihemi nesër.